Tu jam, dhe veni ngjarjes që ka ndodhur ngjarja djalit tim, Ardit Beshirit. Kërkoj ndihmë për shtetit. Ti gjej veç një ngisht, e ta çeke shtëpia, ke familja. Se nuk ka gjë më të madhe në botë. Tom është djalin malt. To është një marramens, nuk ka as gazetar, veç një gazetari i Radhit Mahmudit, nuk ka asnjë këtu tjetër. Për ne i bëj thirrje shtetit, të hapin përmendje të mbin aparatura, skandër, të mbin qenë specializuar nga jashtë, të mbin mjete, të gjej djalin ta çeke shtëpia, diku të hedhin tu flule. Diku të hedhin tu flule. Ti që ka i moment që ka marrë vesh lemin, Unë ka 3 ditë. Unë ka 3 ditë që është ditën e parë, që ka ndodhur në 1 par dje. E deri më sot që zhvi me vlezë me dashamir të kërku me lopat. Nuk ka se le mjeti. Kërkem dim. Sa orë doli djali nga shtëpia atë ditë? Në orën 6 të mëngjesit, ka ardhur në orën 8 tu. Në orën 12 ka hangër drekën. Ka ikë me shokët poshtë. Ka fut skavator, ka vazhdu të punu e mori baseni madh. Materiali kromit rënë. Për sa vitesh? Shifës jashtë ngjarja poshtë. Për sa vitesh punon djali këtu? Ka 5 vjet gati, me siguracione, me gjitha. Kompania, firma që ndodhet këtu, e kësaj ndërtesa këtu, ti bazeni këtu, nuk ka asnjë. Këtu veç bashkia, ushtria çka s'po me lapate. E bashkia me lapate. Prandaj kërkoj thirrje shtetit, të më ndihmojnë me mjete, mjete të fuqishme, me skandër, me specializuar me skandër, me qenë nga jashtë nga Turqia, ku të ketë mundësi. Se po fillon rreshtet e shiut o zot. Po vazhdu në rreshtet e shiut, tu është bazeni tjetër si nuk ne, o shiqisht fati madh se nuk ka kap njerëzit tu kërkuajnë me lopat. Se dita e parë ka qenë marramens, ka qenë vulkan. Çdo 2 minuta hikte masivi edhe poshtë, njerëzit ishin për buze, tu kërku. Prandaj bëj thirrje shtetit, ndihmoni, se ka gel baba, vllai. Ka gel të kërku vllain tjetër. Këtu. Bëj thirrje aman papatët, ti që i kish dërë, ta që i kish shtëpia, ti vej tu flule. Aman nëne, papatët mos i, ndihmoni si shtet. Ka që ka mu thonë.